Për të katërtën ditë radhazi, qytetar aktivistë të mjedisit dhe mbështetës të kauzës për mbrojtjen e natyrës janë mbledhur në Korçë për të kundërshtuar projektin turistik që parashikon të ndërtohet në zonën e Zvërnecit. Protestuesit kanë kërkuar më shumë transparencë për projektin dhe kanë ngritur shqetësimin se ndërhyrjet në një nga ekosistemet më të rëndësishme të vendit mund të sjellin pasoja të pakthyeshme për biodiversitetin dhe pasuritë natyrore të zonës. Ndërsa ditët e mëparshme protesta kanë mbledhur kryesisht qytetarë dhe aktivistë shqiptar. Këtë herë vëmendjen e ka tërhequr prania e një turisti nga Zvicra, i cili vendosi t'i bashkohej tubimit për të shprehur mbështetjen e tij ndaj mbrojtjes së mjedisit. Ai ndodhet prej disa ditësh në Korçë për pushime, por pasi u njoh me debatet dhe kundërshtimet që ka shkaktuar projekti në Zvërnec, vendosi të jetë i pranishëm në protestë. Turisti zviceran tregoi se ishte informuar për protestën përmes lajmeve dhe mediave shqiptare, ndërsa theksoi se edhe pse si shtetasi huaj nuk e konsideron veten pjesë të debatit publik në Shqipëri, ai ndjen detyrimin moral për të mbështetur çdo nismë që synon mbrojtjen e natyrës. Unë isha informuar nga një lajmet nga Zvicra. Unë jam këtu për pushim. Unë jam në Korçë dhe unë kam lexuar plakatin që është protesti kundër projektit në Zvërnec. Për mua është vetëm dita e tretë, pse unë është dita e tretë që unë jam në Korçë. Unë nuk ka e drejtë të protestoj në një shtet të huaj, por unë jam këtu për të mbështet njerëz këtu. Ai tregoi se gjatë udhëtimeve të tij në Shqipëri ka vizituar disa prej zonave më të njohura natyrore të vendit. Vetëm një ditë më parë kishte qenë në Prespën e vogël, ku kishte parë nga afër pelikanët, një eksperiencë që e përshkroi si të rrallë dhe mbreslënse. Duke folur për bukurinë natyrore të vendit, turisti u ndalte vizita e fundit në Prespë dhe tek përvoja e tij në Zvërnec. Dje unë isha në liçeni e Prepses i vogël. Dhe atje unë kam duke fluturuar pelikanët. Ishte një që jashtë shumë i bukur. Dhe vitin e kaluar unë isha në Zvërnec, dhe atje unë kam shikuar pelikanët. Edhe është një natyrë shumë e bukur. Dhe ka shumë vende në Shqipëri që janë shumë i bukur. Për këtë që edhe për këtë që njerëz këtu ka një zemër shumë të mirë, unë jam këtu për pushim. Sipas tij, Shqipëria zotëron pasurinë natyrore të jashtëzakonshme që përbëjnë një vlerë jo vetëm për vendin, por edhe për turistët e huaj që e vizitojnë çdo vit. Pikërisht për këtë arsye, ai tha se çdo projekt zhvillimi duhet të marrë në konsideratë ruajtjen e mjedisit dhe të mos synojë ekuilibrat natyror. Ai theksoi se zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja e natyrës nuk duhet të përjashtojnë njëra tjetrën, por të ecin paralelisht. Unë jam për një protest që unë shpresoj është njerëz ka mundësi të bëjë diçka kundër këtij shene në Zvërnec. Se në Zvicër ne kemi mësuar që zhvillimi ekonomik e mbrojtja e natyrës duhet të shkojë dorë për dorë. Në nivelin të dyja nuk duhet të jetë të kundërta, se të dyja janë shumë rëndësishme. Per këtë arsye unë shpresoj që Shqipëri ka mundësi të shkojë me ligj dhe ndoshta këtë projekt do të shkojë me ligj. Ndërsa përgatitej të vijonte udhëtimin drejt Bregdetit shqiptar, turisti nuk e fsheu dashurinë që ka krijuar për vendin. Ai tregoi se kjo nuk është vizita e tij e parë, por hera e 15 që udhëton në Shqipëri, një vend që sipas tij vazhdon ta befasojë me bukuritë natyrore dhe mikpritjen e njerëzve. Në fund ai rrëfeu lidhjen e veçantë që ka krijuar me Shqipërinë dhe gjuhën shqipe. Nesër unë të shkoj në Bregdet, ndoshta unë do të jetë në një vend të tjera ose në Tiranë. Mua më pëlqen Shqipëri shumë. Është një vend shumë i bukur dhe mua më pëlqen shumë të jetë këtu. Unë jam vetëm për pushim këtu. Unë jam një turist e vërtet. Unë kam mësuar gjuhën shqipe në kohën e Covidit dhe deri tani unë jam nuk e di 15 herë në Shqipëri. Dhe udhëtoj të qitë vende në Malet dhe në Bregdet.
Protesta në Korçë pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa organizatorët kërkojnë që zëri i qytetarëve të dëgjohet dhe çdo vendimarrje për zonat e mbrojtura të kalojë përmes konsultimeve të gjera publike dhe respektimit të standardeve mjedisore.